أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Falenderoj Allahun e madhruar prej tij ndihmë dhe falje kërkoj. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit dhe vula e profetëve. Falenderoj Allahun e madhruar i cili na bëri musliman, na bëri pjesëtar kësaj feje që jemi krenar dhe krenohemi me të para çdo feje dhe çdo personi tjetër. Është përmend shumë herë se vepra e mirë e cila kryhet nga një besimtar ka shpërblime të ndryshme tek Allahu i madhruar. Por është përmend se çdo vepër e cila bëhet nga besimtari patjetër duhet të plotësuar disa kushte që aja të jetë e pranuar tek Allahu. Mungesa ndonjëherë prej atyre kushteve çon drejt falimentimit dhe prishjes së asaj vepre. Çfarë do qoftë ajo vepre? Qoftë e vogël apo e madhe. Qoftë vepër që don mund apo qoftë vepër që nuk do dhe mund. Nga se ne si besimtar kemi disa prej veprave që nuk dojnë mund të madh. Por kemi disa vepra që me të vërtetë dojnë mund dhe sakrificë të madhe në realizimin e tyre. Gjithashtu ato që dojnë mund dhe ato që nuk dojnë mund, por të pranuar tek Allahu i madhruar, kemi përmend shumë herë se duhet të plotësohen dy kushte. E para është sinqeriteti në Allahun e madhruar dhe e dyta pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa ti jetë duke kryer atë vepër. Sinqeriteti në Allahun e madhruar është kushti elementar i pranimit një vepre tek Allahu. Por se ky kusht për me qenë plotësues e don edhe pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ajo vepër për cilën muslimani don me kry dhe me arrit dhe me shpresu shpërblim tek Allahu i madhruar, patjetër se ajo vepër duhet të jetë ashtu siç e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndryshe nuk ec. Nëse don me shpresu në veprat e tua që ke bërë diçka të mirë dhe ke mbush llogarinë tënde me vepra të mira, patjetër se çdo vepër tënde duhet ta shikosh prej këtij këndi. Se është me sinqeritet për Allahun e madhruar dhe që e vepër është sipas metodës dhe praktikës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shumë vepra na ka treguar shpërblimin e tyre. Për disa ka thënë që kjo vepër e ka këtë shpërblim. Për Ramazanin, për haxhin, për umrën, për luftën rrugën e Allahut madhruar. Ndoshta për çdo vepër ka treguar një shpërblim që e ka muslimanin nëse e kryen ditën e gjykimit. Por për disa vepra të llojshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë e ka përmend një shpërblim në xhennet. Vepra të shumta, mirë po një shpërblim i përbashkët në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që plotësimi i safëve namaz është shkaktar që Allahu atij personit ja ndërton një shtëpi në xhennet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e plotëson një zëvastir me safëve, Allahu e ndërton një shtëpi në xhennet dhe e ngrit në shkalla të larta në xhennet. Bashkimi i safa. Ndoshta është punë pak e në syrin tonë apo në mendjen tonë shumë e vogël, që nuk do shumë mund. Jen namaz i plotëson safat dhe kryet kjo punë. Mirë po, rëndësia e kësaj është aq e madhe saqë me bashkimin e safëve bashkohen muslimanë, bashkohen zemrat e muslimanëve, bashkohen edhe trupat e muslimanëve. Bashkohet edhe komiteti musliman. Bashkohet shoqëria muslimane. Nga se në namaz i ma afër Allahut të madhruar. Dhe aty bashkohen zemrat dhe janë zbashko në kryerjen e çdo aktivitetit përbashkët islam që kanë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush
i plotson, i mbush zbrastirat safe që janë, Allahu i madhruar ja ndërton atij një shtëpi në xhennet dhe ngrit shkallët lartë në xhennet. Është punë e vogël, që secili prej neve ka mundësi me krye ata. Atëherë kemi të kujdesshëm në realizimin e kësaj vepre që si shpërblim për ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu ka përgatitur shtëpinë në xhennet. Në jetën tonë të përditshme Allahu i madhruar ka bërë që njeriu shpeshherë të smuret, të kalojë në gjendje jo normale që është të përditshme. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ta vizitosh këtë smurin, ke një shtëpi në xhennet. Veç vizita një smurit, edhe ato të bëhet me sinqeritet për Allahun e madhruar. Jo për si e fashësia, po për diçka tjetër. Të bëhet me sinqeritet se në arritjen e kënaqësisë së Allahut të madhruar, Allahu i madhruar këtij vizituesi ja bën një shtëpi në xhennet. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e viziton një të smur, apo një vëlla të tij për Allahun e madhruar, thret një melek dhe thot, qofsh bekuar ti dhe ecja jote për ka e mira. Për ka e mira që je duke shkuar për vizitën e një vëllau apo një të smuri për hir të Allahut të madhruar. Duke u lutur meleku lutet për këtë vizituesin që shkon për të mirat në dunjë dhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo vepër, vizita e këtij smurit, vizituesit, ai që e viziton, ja garanton një shtëpi në xhennet. Shpesh herë na ndëgjojmë se dikush është i smur. Edhe ndoshta nga pakujdesia, them lere, i kalon edhe vazhdon jeta. Në rregull, nuk jemi duke bisedu se ai kalon apo nuk i kalon. Jemi duke bisedu që ti ta marrësh një shpërblim të madh tek Allahu i madhruar. Nuk do punë të madhe, shkosh ta vizitosh dikon që është i smur, nuk do punë të madhe. Shkosh ta vizitosh një vëlla për hir të Allahut të madhruar që nuk të lidh kurrë me ta. As gjaku, as fisi, as gjë nuk lidh me ta. Ta vizitosh për Allahun e madhruar, ndoshta është punë shumë e lehtë. Mirë po, tek Allahu i madhruar ka shpërblim të madh. Tek Allahu i madhruar ka një shtëpi në xhennet që ka përgatitur për ta. Shpesh akuzohemi që si pasus sunetit ja anashkalojmë dhe i lëmë anash. Ja anashkalojmë dhe i lëmë anash. Shpesh herë këto akuzë ndëgjojmë prej tjerëve. Ndoshta deri dikon janë me vend, po ndoshta edhe nuk janë me vend. Mirë po ajo që do të jetë inkurajuese për neve është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se çdo musliman që merr abdes në formën më të përkryer, pastaj fal 12 rakate sunete, nuk jemi duke fol për farze, sunete, shtesë, jashtë namazeve obligative, vetëm se Allahu i madhruar ja ndërton atij një shtëpi në xhennet. Nuk është diçka e madhe, nga se derisa kemi marrë abdes në formën më të mirë, në formën më të përkryer, atëherë falja e këtyre 12 rakate nuk është punë diçka e madhe që nuk arrihet. Nëse nuk është e madhe dhe kemi mundësi të arrijmë, atëherë pse të jemi neglizhencë? Pse ta anashkalojmë këtë mundësi të arë që na ka dhënë Allahu i madhruar? Allahu nga mëshira e tij don që robi me një vepër shumë të vogël të arrijë kënaqësinë e Allahut dhe një shpërblim të madh tek Allahu i madhruar. Jo që ndoshta e meritojmë një gjë të tillë, por kjo është mëshira e Allahut ndaj robërve të tij musliman. Disa prej veprave dojnë edhe sakrificë tjetër, jo vetëm mund me trup, po dojnë edhe sakrificë financiare. Ose edhe punë krahu që them tek na. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: kush ndërton një xhami duke mos dëshiruar si fashësia, apo lavdrat, apo famë, ndërton atë për Allahun e madhruar, ka qëllim kënaqësinë e Allahut të madhruar, Allahu i madhruar do t'ja ndërtoj atij personi një shtëpi në xhennet. Ky hadith nuk është aq i ngushtë sa që të mendon dikush se kush ndërton një xhami që ai cili e meriton këtë problem është se do të filloj prej fillimit ta ndërtoj xhamin deri në fund. Nuk është kjo qëllim. Qëllimi është pak më i gjatë. Kush ndihmon për ndërtimin e një xhamis e ka një shtëpi prej Allahut në xhennet.
Nuk do të thonë që një person i vetëm ta ndërtoj. Jo, ta ndërtojnë shumë vetë. Mirë po, pjesëmarrja jote në ndërtimin e një xhamie, pjesëmarrja jote që bëhet vetëm për Allahun e madhruar, duke mos pas qëllim tjetër, Allahu i madhruar si shpërblim për këtë, ta ndërton një shtëpi në xhennet. Vepër ndoshta jo e madhe. Shpesh ndoshta dikujt prej neve i vjen turp me dhon një shumë të vogël, por atë kaj. Derisa e ki atë shumë dhe e jep për Allahun e madhruar, duke mos pas për qëllim lavdrat apo famë apo syfaqësi, atëherë Allahu i madhruar të ndërton një shtëpi në xhennet për hir të asaj që ka dhënë për Allahun e madhruar. Kështë sakrifica financiare apo sakrifica krahët e mundit. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për diçka tjetër, që është shprehje e gojës vetëm me fjalëve dhe me ta arrim shtëpinë në xhennet. Jo diçka punë e madhe, secili prej neve mund ta thotë. Secili prej neve mund ta kryej këtë punë, nga sa është e lehtë. Të jam shumë i bindur se secili prej muslimanëve pak që din për Islam dhe pak që din sura nga Kurani e din një sure të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush lexon kul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, apo tek na që është e njohur kul huwallahu 10 herë, Allahu ka për të ndërtuar atij një shtëpi në xhennet. Është e rëndë të lexohet kul huwallahu ahad 10 herë brenda ditës? Sa merr kohë të lexohet kul huwallahu ahad brenda ditës? Merr as 5 minuta jo. Nëse dërë me lexu me gjitha rregull, as 5 minuta nuk merr. Po në rregull 10 minuta. A nuk ja vlen për 10 minuta që të lexohet kul huwallahu ahad, Allahu na jap një shpërblim shtëpinë në xhennet? Është punë e vogël në shikimin ton, në shikimin e parë, mirë po vlerë të madhe tek Allahu i madhruar. Kul huwallahu ahad ka vlerë të madhe tek Allahu i madhruar. Sa që transmetohet se njëri prej sahabëve çdo herë në çdo recat e ka lexuar kul huwallahu ahad. Çfarë vlerë të madhe dhe çfarë shumë që ka dashur këtë surë. Çdo herë ka lexuar kul huwallahu ahad. Sa që ju na nkutë pejgamberi e selam dhe pejgamberi e selam e ka pyet pse e bën këtë. Ka treguar se don këtë surë nga se këto është baza e imanit muslimanit. Këto njësohet Allahu i madhruar ashtu siç do të mund njësohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij personi ka thënë për hir të kësaj vepre që ti e bën, Allahu ka më të garantuar xhenetin. Saqë dietarët kanë thënë, disa prej dietarëve kanë thënë që është sunet kul huwallahu ahad të lexohet në çdo rekate. Pa marrë parasysh se çka lexon ti. E lexon një sure, lexon prapë kul huwallahu ahad. E lexon një sure, prapë lexon kul huwallahu ahad. Vlera e madhe që ka tek Allahu i madhruar. Këto ishin disa nga pjesë e kësaj ligjërate, disa nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimani me kryerjen e njërit prej këtyre veprimeve, Allahu i madhruar ja garanton atij një shtëpi në xhennet. Pjesë tjera do të ndesin për ligjëratën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.